27 vjet pas hyrjes së trupave të NATO-s në Kosovë, kjo aleancë po planifikon të zvogëlojë numrin e ushtarëve në këtë mision. Komandanti i NATO-s për Evropën ka njoftuar se do të bëhet një optimizim i pranisë së NATO-s në Kosovë si rezultat i përmirësimit të vazhdueshëm të situatës së sigurisë në kohët e fundit dhe marrjes së më shumë përgjegjësive nga institucionet vendore të sigurisë në Kosovë. NATO dhe KFOR-i janë tërësisht të përkushtuar për sigurinë në Kosovë. Pikërisht fal këtij përkushtimi është përmirësuar situata e sigurisë, pasi organizatat e sigurisë në Kosovë kanë rritur kapacitetet e tyre. Kushtet ekzistuese krijojnë mundësi për optimizmin e madhësisë dhe pranisë së KFOR-it mëtej. Në janar NATO-ja ndaloi dislokimin e forcave rezervë në KFOR pas pothuajse 2 vjetësh të rotacionit të vazhdueshëm. Sipas tyre ndryshimet do të ndodhin gradualisht në përputhje me kushtet në terren dhe ato mund të zhbëhen nëse është e nevojshme. Sipas të dhënave të fundit nga muaji prill, misioni i KFOR-it i udhëhequr nga NATO-ja në Kosovë ka 4657 persona nga 31 shtete,